Dashuri dhe sukses, tre shenjat më me fat të zodiakut gjatë muajit gusht. Gushti 2026 pritet të jetë një muaj veçanërisht me fat për tre shenjat të horoskopit. Lëvizjet planetare sjellin mundësi të reja në karrierë, dashuri dhe jetën sociale, ndërsa disa surpriza pozitive mund të ndryshojnë drejtimin e gjithë vitit. Muaji nis me tranzite premtuese afër ditave në peshore në 6 gusht dhe favorizon marrëdhëniet, ndërsa në 9 gusht Mërkuri bashkohet me Jupiterin dhe Diellin në Luan, duke e forcuar energjinë e suksesit dhe vetbesimit. Në 12 gusht, hëna ere dhe eklipsi diellor në Luan krijojnë momentin ideal për të vendosur synime të reja dhe për të nisur një kapitull tjetër. Shenjat që do ta ndjejnë më fort këtë energji janë Akrepi, Dashi dhe Peshorja. Për Akrepin, gushti do të jetë një nga muajt më me fat të vitit 2026. Puna dhe përpjekjet e gjithë vitit më në fund pritet të japin rezultate të mëdha. Mund të vijë një promovim i rëndësishëm, më shumë vlerësim profesional ose një mundësi që ju vendos të qendër të vëmendjes. Edhe prania në rrjetet sociale mund të marrë një kthes të papritur. Një postim, projekt apo ide mund të tërheqë shumë më tepër vëmendje nga sa prisnit. Ky është një moment kthese ku njerëzit fillojnë të ju shohin në një dritë më pozitive dhe të njohin më qartë aftësitë tuaja. Eklipsi diellor në Luan në 12 gusht favorizon veçanërisht karrierën. Mos keni frikë të bëni lëvizje të mëdha, të kërkoni ato që meritoni apo ta vendosni punën tuaj përpara një audience më të gjerë. Për Dashin, gushti nuk do të jetë vetëm një muaj me fat, por edhe shumë argëtues. Me hyrjen afër ditës në peshore, dashuria del në plan të parë dhe ky mund të bëhet një nga muajt më të mirë romantik të vitit. Nëse jeni beqar, mund të njihni dikë që ju tërheq me njëherë ose të krijoni një lidhje me potencial serioz. Nëse jeni në një marrëdhënie, afrimiteti dhe lidhja emocionale mund të thellohen, por fati nuk kufizohet vetëm tek romanca. Kalendari social pritet të mbushet me festa, koncerte, dalje dhe njohje të reja. Gjatë kësaj periudhe Dashi bëhet një nga shenjat më të kërkuara dhe më të rrejtëse të zodiakut. Njerëzit do të duan të jenë pranë jush, ndaj është momenti ideal për të dalë për të vizituar vende të reja dhe për të krijuar lidhje. Edhe Peshorja e ka fatin në anën e saj gjatë gushtit dhe përpjekjet e muajve të fundit pritet të shpërblehen. Nëse keni punuar për një projekt apo ndryshim të rëndësishëm që prej vitit 2025, ky muaj mund të sjellë kthesën që ju po prisnit. Në karrierë, rezultatet bëhen më të dukshme dhe mund të merrni vlerësim, mundësi të reja apo një rol më të rëndësishëm. Me afërditën që hyn në shenjën tuaj në 6 gusht favorizohen edhe jeta sociale, marrëdhëniet dhe vetbesimi. Për ta shfrytëzuar plotësisht këtë energji, duhet të dilni nga zona e rehatisë. Sa më shumë situata të reja të provoni dhe sa më shumë njerëz të takoni, aq më shumë mundësi do të krijohen. Energjia Luanit nga Dielli, Mërkuri, Jupiteri dhe eklipsi diellor ju shtyn të tregojeni më të guximshëm dhe të hapur ndaj ndryshimeve.